Presidenti serb Aleksandar Vučić ka zbuluar detaje nga takimi që zhvilloi me Donald Trump Jr., djali i presidentit të SBA-ve Donald Trump. Me anë të një postimi në rrjetin social Instagram, Vučić tha se gjatë takimit folën për marrëdhënie dypalëshe midis Serbisë dhe SBA-s dhe tema aktuale që formsojnë skenën politike dhe ekonomike globale. Një bisede përzemërt me Donald Trump Jr., djalin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rreth marrëdhënieve dypalëshe midis Serbisë dhe SBA-s dhe tema aktuale që formsojnë skenën politike dhe ekonomike globale. Theksova rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike dhe politike ndërmjet Serbisë dhe SBA-ve dhe theksova rëndësinë e bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve dhe projekteve të përbashkëta në vitet e ardhshme. Ky takim simbolizon angazhimin për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe punën së bashku për të adresuar sfidat globale, thuhet në llogarinë zyrtare të presidentit serb në Instagram. Ndërkohë, siç raportuan sot mediat serbe, Donald Trump Jr. pritet të bisedojë me presidentin Vučić edhe mbi projektin Trump Tower që dhëndri i presidentit amerikan Jared Kushner kërkon të ndërtojë në Beograd. Mediat serbe thonë se kjo vizitë i jep frymë Vučićit të vënë me shpatulla pas muri nga protestat masive. Madje në një postim në rrjetin e tij social Instagram, Vučić u dërgoi një mesazh protestuesve duke thënë se po protestonin kundër vullnetit të Trump. Hera e fundit që Donald Trump Jr. ndodhej në Beograd ka qenë më 24 shtator 2024.